Hej njerëz, duhet kuptoni që protesta në mediat është duke u censuruar jashtëzakonisht shumë. Shikoni pak të pamje. Atëherë, kjo faqja këtu abcnews.al jep disa pamje nga lart, është protesta e sotshme kur kanë qenë orët e para të protestës. Dhe shiko çfarë thot, protesta e sotme në lart, pjesëmarrja modeste jasa veta u bashkuan asaj sot. Ndërkohë, protesta e sotshme që është bërë sot, me ardhen e të gjithë njerëzve dhe hallallu qoftë ata që kanë mundur të shkojnë në të gjitha vendet e botës, Europës e kudo, jo vetëm Europës, është ky lloj numri këtu, janë kaq shumë. Jo aq sa thot ajo media e shitur, e cila kërkon të censurojë protestën në syt, për shembull, të Europës apo të mediave të tjera. Por në fakt, protesta e vërtet janë kaq njerëz. Kush e ka bërë atë lloj filmimi? Atë lloj filmimi e ka bërë kjo që do t'ju tregoj unë tani. Protestën e ka bërë kjo telekamera që është vënë lart te kryeministria. Jo pa qëllim, është vënë të monitorojë të gjithë situatën për të nxjerrë bllok të gjithë protestuesit. Pra Edi Rama dhe të gjithë bythëlëpirësit e tyre dhe të gjithë gjakshushnjat e tija dhe të gjithë tradhtarët e kombit janë duke deformuar dhe janë duke censurizuar të gjithë këtë lloj proteste kaq madhështore për të gjitha të drejtat e popullit dhe për të gjitha ato shumë gjëra që Edi Rama si kryeministër i vendit nuk i ka përmbushur detyrat e tij këtu e 13 vjet. Imagjinoj, duhen akoma më shumë punë për një gjë minimale, për çfarë, për ujë dhe për drita që njerëzit mos të vënë të mbredhin me karroca në pikat e burimeve që i kanë nga 2 deri në 5 kilometra larg, që i marrin me karroca dore për t'i çuar shtëpitë e tyre. Pra, gjithë këtë ai kamerën e ka vënë këtu në mënyrë që ta orkestrojë sipas mënyrës së tij, sipas shefit të tij, si ta nxjerrë këtë protestë modeste, ashtu siç i kishte shkruar media bythëlëpirëse e Edi Ramës, që kërkon ta shuaj dhe kërkon ta censuroj në sytë e Europës, në sytë e botës, që ja, këta nuk janë një protestë, por janë thjesht disa njerëz që kanë qef bëjnë paradën shesh. Mos u manipuloni në ato pamjet, sapo i pash të dyja dhe them të ju njoftova nëpërmjet kësaj video që mos kujtoni se nuk kanë qenë sot, kanë qenë mbi, nuk e di, 150-200.000 veta, sipas atyre që kanë qenë atje dhe sipas informacionit që kam unë, se unë s'kam qenë dhe nuk mundem të jem dot. Fati im i keq, që arsyet e mia familjare, punë tjetër, por jam duke u treguar këtë vit që u informoj që është thjesht censurizimi që është duke bërë. Ka ardhur fundi i tij, ka ardhur aty ku s'mban mend dhe e vetmja mënyrë që se më përpara kishte patronazhist, kishte bythëlëpirësa, harramlin tradhtar popullit dhe njerëz të pabesë atje lart që filmonin familjarët e tyre, nusen e Xhajës, Xhajën, djalin e Xhajës, çupën e Xhajës. Njerëzit se është fare fisi i tyre atje kanë dalë me syze me kapele që mos ta njohin sistemin sepse i çojnë fletirje dhe ose kështu flet internimi, nuk i diet asnjëherë. Kështu që kanë hequr fizikisht dhe kanë vënë këtë telekamera që si të kapin dhe ta modestojnë gjithë këtë lloj proteste. Mos u manipuloni sepse ai po përdor çdo lloj skeme, si ta minimizoj gjithë këtë revolucion që është duke bërë me gjithë drejtat e botës popullit shqiptar.